Jemi rikthyer në studio, miq. Fëmijëria është koha kur imagjinata, loja dhe krijimtaria zhvillojnë jo vetëm talentin, por edhe personalitetin e një fëmije. Aktivitetet artistike si teatri dhe dramatizimi janë një mënyrë shumë e bukur për t'i ndihmuar fëmijët të shprehen, të bashkëpunojnë e të zbulojnë aftësitë e tyre. Sot në studio kemi Lefteri Gjosha, autore librash, e cila vjen me librin e saj më të ri. Është libri që mbaj në duar, teatr dhe dramatizime. Në fakt, ky libër u jep mundësi fëmijëve të ciklit të ulët dhe atyre të shkollës nëntëvjeçare të provojnë një rol të ri në aktivitetet e tyre argëtuese dhe edukative. Do të flasim për këtë libër, për idenë që qëndron pas tij. Mirë se na erdhe në studio, Lefteri. Mirë se u gjeta, dashur. Është kaq bekim të kemi këtu. Faleminderit ty që gjithmonë i përgjigjesh ftesës son, po ke qenë kaq i zënë këto kohë nga ekrani në ekran. Po, është e vërtet. Lavdi Zotit. Sepse kishin festat përpara. Tani, ky është botimi i 10. Botimi i 10 i autorës Lefteri Gjosha. Si lindi ideja për këtë libër? Unë kam punuar shumë vite mësuese, dhe mësuese gjuhë dhe letërsie, duke komunikuar, duke punuar me fëmijët, duke u marrë me aktivitete, ndjeja që diku mungonte, diku çalonte kjo puna e zhanrit e gjinisë së teatrit, të skeçit dhe të teatrit. Kështu që gjatë gjithë kohës sime që shkruaja, në fakt fillova që të hidhnja kujtimet e mia, tregime, novela, pralla të ndryshme, dhe papritur më lindi ideja që çfarë më mungonte mua kur isha mësuese. Dhe menjëherë, domethënë, më vajti mendja te kjo që fëmijëve në letërsinë për fëmijë, në librarit, pikërisht kjo gjini letrare e teatrit, e dramatizimit mungon. Edhe kur duan fëmijët që të merret me aktivitete, por edhe kur kanë nevojë për ta bërë orë mësimi. Në fakt, në programet, në kurrikulat shkollore, këto vitet e fundit, në klasat e 5-ta dhe në klasat e 6-ta ka filluar teatri si orë mësimi e veçantë. Dhe në vazhdim do të jetë edhe më vonë për klasat e 7-ta, të 8-ta me radhë. Kështu që unë mendova të vinë në ndihmë fëmijëve me mundësitë që kam për t'u dhënë material rreth kësaj gjinie, rreth këtij zhandri artistik. Sa bekim. Pra është për fëmijët e arsimit nëntëvjeçar, duke nisur nga klasa e parë? Është për fëmijët nga klasa e parë deri në klasën e 9. Libri është ndarë në 2 kapituj. Kapitulli i parë është klasa e parë e 5, dhe kapitulli i dytë është nga klasa e 6 deri në klasën e 9. Janë të ndarë në kapitull duke u nisur edhe nga trajtimi i temave, edhe nga vështirësia dhe nga zgjatja e teatrove, e skeçeve. Ato për ciklin e ulët janë pak më të shkurtra, për ciklin e lartë janë më të gjata, janë me 2 skena, me 3 skena të problemeve që ndihmojnë në fëmijët, në edukimin e tyre dhe transmetojnë pikërisht mesazhe edukative. Po. Pra, pse mendoni konkretisht që teatri dhe dramatizimi ndikojnë në zhvillimin e fëmijëve? Si ke kuptuar këtë pjesë? Është e vërtet kjo. Fëmijët në fakt edhe kështu, në rast e festash, në rast e aktivitetesh, në rast e konkursesh që bëjnë midis klasave, janë mësuar gjithmonë që të aplikojnë një lloj, një model shfaqjeje, konkurimi, aktivitetesh, që janë recito, këndo, vallëzo. Kurse skena, teatri, dramatizimi, skeçet, i bëjnë fëmijët më të zhdërvjellt, më të shkathët, më të aftë. Dhe unë do të thoja që fëmija e vë veten në pozicione të ndryshme dhe kënaqet me pozicionin që merr. Për shembull, fëmia diku në një rol që luan është aktor, diku është regjisor, diku është speaker, diku është gazetar, diku është moderator, diku është montazhier. Domethënë, ai merr shumë role në ato, shumë pozicione në rolet që luan dhe e ndjen veten shumë mirë. Të gjitha këto nuk është se ndihmojnë fëmijën që do të bëhen të gjithë aktor.
do të bëhen të gjithë artist. Por ata mësojnë që të gjithë të jenë artist në çdo profesion të jetës së tyre. Do me thënë të dish të komunikosh, të dish të shikosh tjetrin në sy dhe të shpresh atë që do, të dish të shqiptosh mirë fjalën, të mos i hash fjalët gjysma për gjysma, të dish të ndërtosh fjalin në atë mënyrë që të jetë e kuptueshme për bashkëbiseduesin tënd, pse jo, të dish të japësh edhe ngjyra emocionale. Shumë interesante. Shoh që janë të ndarë me personazhe të ndryshme. Pra, mund të marrin pjesë disa fëmijë dhe mund ta mësojnë pjesën. Si mund të jetë i përdorshëm në shkollë, në ciklin, në arsimin 9-vjeçar ky lloj libri? Si e ke menduar, si një libër jashtë shkolle, a ke menduar të futet te kurrikula e shkollës? Po. Tani për tani, unë mendoj që përpjekja e parë nga shtëpia botuese duhet të bëhet që të futet në librat jashtë-shkollore. Sepse fëmijët do të kenë mundësi që të punojnë, sidomos ata të klasave të 5-6 që kanë orë mësimi, që të kenë mundësi ta shfrytëzojnë atë. Por edhe klasat e tjera do të kenë mundësi ta shfrytëzojnë, ju thash, në për aktivitetet të ndryshme që mund të bëjnë. Me rastin e muajit të letërsisë dhe të artit, ditës së librit, me rastin e ditë e Krishtlindjeve, të vitit të ri, festa e abetares që është për ata të vegjëlit të klasës parë. Do me thënë, përfundimin e vitit shkollor, në shumë festa kanë mundësi që t'i luajnë, por mendoj që të marrësh një iniciativë për të luajtur diçka në skenë është një përgjegjësi, jo vetëm e fëmijëve, por edhe mësueses që e ndjekte, por dhe e drejtorisë së shkollës që e jep atë miratim, atë pëlqim që fëmijët të dalin në skenë dhe të luajnë. Kështu që unë mendoj që nëse do të dëshirojnë pikërisht fillimisht përgjegjësia është e drejtorive të shkollave, dhe pastaj shkallë deri tek nxënësi. Për shembull, në prill neve kemi planifikuar me një shkollë këtu në Tiranë që do t'i marrin librat që më përpara, do t'i sigurojnë në për librarira në kështu, dhe do t'i përgatitin skeçet dhe me rastin e muajit në prill, që është dhe dita e librit, dita ndërkombëtare e librit, ata do të bëjnë një aktivitet ku unë do të jem e pranishme. Dhe unë do të mundohem që të kem mundësi të siguroj dhe një kamera, që ata ti xhirojmë komplet, që kur të rriten, ti filmojmë, që kur të rriten, se cili ta ketë në USB-n e vetë rolin që ka luajtur artist. Sa bekim. Te pjesa e parë, po citoj pak, përfshin klasën e parë, të 2, të 3, të 4, të 5, Dhelpra dhe Majmuni, Mike të ngushta, Sapagu e Tora, Arushi Sili, Porosia e Babait, secili zgjedh një nga këto për t'i vënë në skenë. Si është pritur libri, si kanë qenë reagimet, sa kohë t'u desh për ta shkruar një herë? Po, zakonisht librat e mi periudha e përgatitjes që nga fillimi derisa del nga botimi, zgjat diku atje një vit. Do më thënë, më ka vajtur çdo vit, në çdo panajir, është... Ti vjen me nga një libër të ri, a? Konkluduar, po, një libër. Kështu që një libër koha për ta përgatitur. Kurse për këto personazhet mënyra se si do ta luajnë, pastaj varet edhe nga kënaqësia që kanë, qoftë edhe për ta veshur, si të thuash, edhe me robat dhe me kostumet veçanta, edhe me ato maskat që duhet atje për Dhelprën edhe për Majmunin, edhe në qoftë se janë fëmijë kështu. Kështu që mendoj që libri është pritur shumë mirë, është pritur shumë mirë edhe kështu në panajir, por edhe nga nxënës shkolla që kanë vajtur e kam prezantuar librin edhe në shumë shkolla të Tiranës, kështu që përshtypjet janë shumë të mira. Po shumë ide e bukur. Nëse do të mundet që të futet si libër jashtë-shkollor tani për tani, pastaj varet si e vlerësojnë për kurrikulat, se nuk është kaq e lehtë që të futet në kurrikulat shkollore. Shumë interesante. Po shikoja edhe këtë pjesën. Shiko, këto janë gati për të vënë në skenë. Pa. Thjesht për të luajtur gjithë secili rolin. Sapagu e Tora është një nga pjesët.
janë disa personazhe, thotë është Elona, vajza e vogël, është mami Elonës, është babi Elonës, është speakeri numër 1, speakeri numër 2. Shumë interesante, gjithë secili zgjedh pasazhin që i intereson. Në fakt ky është libri i 10. I 10. Sepse janë edhe 9 botime të tjera lefteri. Ndërsa flasim për këtë libër, unë doja në fakt që të përmendja 9 botimet e tjera, është Kaprolli Mendje Let, është Krahu i Shqiponjës, është Njeriu i mirë me tregime, është Drita ime, Përballë jetës, është libri Kujtime nga jeta ime, më pas Gatuaj për familjen, Gatuaj me dashuri, Unë gjilli sipas Lukës. Ua, çfarë bekimi. Edhe jam duke parë brenda të gjitha vinë të ilustruara, faqosja. Lefteri, kush ka punuar për gjithë librin? Cilën skuadër do doje të falenderoje ti? Autorja je ti, sigurisht. Në fakt, librin kuptohet e kam shkruar unë. Ilustrimet i ka bërë nipi im, Emanueli. Nipi yt. Po. E përgëzojmë. Kurse redaktor i librit është im shoq. Pra, do më thënë, familja juaj merr pjesë skuadra jote? Botuesi është shtëpia botuese prestigjioze Pegi. Po, do më thënë, ke pasur këtë bashkëpunim të shkëlqyer. Pak a shumë 2 pjesë ishin këtu të ndara, sa pjesë për të vënë në skenë janë këtu? Gjithsej 10. Gjithsej janë 10 pjesë, gjithse cili mund të zgjedh. Ka një plus të madh. Ato pjesë që janë me 2-3 skena, unë jam munduar që të mos i ndërthur ngjarjet. Por të jenë ngjarjet vërtet nxjerr një personazh, për shembull është një personazh atje i një djali që është shumë i llastuar dhe e kam djalin në Kimet. Shumë i llastuar dhe shumë i përkëdhelur. Por janë 3 skena. Një skenë që çfarë prapësirash, çfarë llastimesh, çfarë përkëdhelirash, çfarë padrejtësirash bën ai edhe në lidhje me motrat, në shtëpi dhe me prindrit. Njëra skenë që mund të luhet edhe e veçantë. Një skenë tjetër është cilat janë problemet dhe shqetësimet që sjell ky djalë në klasë, në shkollë. Ja një moment tjetër që mund të luhet dhe e veçantë, domethënë jo vetëm që të dalë ai Luli tek Kanjoz në skenë të parë, të dytë dhe të tretë, po dhe veç e veç mund ta realizosh. Dhe një skenë tjetër që çfarë shqetësime u sjell ai komshinjve, njerëzve të tjerë që e rrethojnë, lagjes, domethënë mund të dalësh në skenë si një tër, por edhe pjesë-pjesë. Në gjitha pjesët që do të vijë në skenë, ti del me një mesazh në fund, pra përçohet diçka në fund? Të gjitha pa përjashtim në fund kanë mesazhin. Mesazh edukativ. Të gjitha pa përjashtim kanë mesazhin edukativ. Diku është mesazhi të jemi mirënjohës. Diku është mesazhi të mos gënjejmë. Diku është mesazhi tjetër i besës, i dashurisë që duhet të kemi për njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin të mos jemi të përçarë. Diku është një mesazh tjetër, domethënë që del atje nëpërmjet një vajze shumë tekanjoze që fyen, ofendon shoqet, përbuz shoqet dhe babai jep një mesazh shumë të bukur. Përbuzja ndaj shokëve dhe ndaj shoqeve është një vesë që të ul si njeri. Një mesazh për shembull që transmetohet tek të gjithë fëmijët që duhet ta kemi këtë. Diku është një mesazh tjetër që ti s'është nevoja që ti zëm të gjithë me radhë, domethënë atje, por është Arushi Sili në 2 pozicione. Një që dembel, nuk do të shkojë në shkollë, një tjetër që nuk e dëgjon baban, skena tjetër. Nuk e dëgjon baban dhe e pëson përsëri ai me këshillin që i dha babai pikërisht e pësoi ai. Dhe i thot, shikon, nëse nuk dëgjon, si e pëson. Ose është atje një teatr shumë i bukur që më pëlqen shumë. Është dua dhe unë një familje. Po e lexoja. Është fjala për një fëmijë të shtëpisë fëmijës që nuk ka familje dhe si e trajtojnë fillimisht kur shkon në shkollë me atë përbuzje të bullizmit, është fjala. Si e trajtojnë, si sillen dhe në fund fare qëndrimi i shoqërisë që si e përkra një teta shumë e mirë me një zemër shumë të madhe, si ja afron dashurinë dhe në fund fare vendosi që ta birësoj bashkë me djalin e vet që kishte dhe me burrin e vet, vendosin që këtë djalë
nga shtëpia e fëmijës ta birësoj. Edhe ai i gëzuar e kam edhe unë një familje shumë i lumtur. Por unë dua të veçoj një nga teatrët, një nga këto dramatizimet, që bën fjalë për, që titullohet Jetimi, që bën fjalë për një pastor, sa i afërt, sa i dashur, sa i pranishëm është në jetën e këtij djalit që ishte shumë i talentuar muzikant, shumë i talentuar, por pastori ishte pikërisht ai që i dha dorë, ai që i dha krah, ai që i dha fuqi, dhe djali në fund bëhet një nga muzikantët më të mëdhenj. Pra, këtu del vlera, mirësia, dashuria, bekimi prej Zotit i këtij njeriu që të themi predikon në botën tonë të krishterë, por ama edhe konkretisht e jep me përvojën e tij, me shembullin e tij, duke ju ndodhur djalit. Dhe unë mendoj që ky është një nga skeçet, një nga dramatizimet që të gjitha kishat tona të krishtera të përpiqen ta vënë në skenë. Sepse është vërtet edhe me shumë personazhe. Spikeri 1, spikeri 2, djali që muzikanti, shoqet dhe shokët e tij, një shok i mbrapsh, një shok i keq që sillet shumë keq me djalin, pastori, gjyshi, gjyshja, domethënë mësuesja, janë shumë personazhe që në fund fare, domethënë kur orëzohet me atë që u bën një nga muzikantët më të mëdhenj. Kështu që unë ja u propozoj pastorëve që ta vënë në skenë këtë. Po, me fëmijët e kishës. Shumë interesante. Pse skenari është gati? Do ndahen vetëm rolet? Po, vetëm ndaj rolet dhe kaq. Për ta mësuar dhe për ta sjellë në skenë. Dhe shkrimi është shumë i bukur, shumë i pranishëm. Lidhja, kopertina, figurat, ilustrimet janë shumë të bukura. Kështu që është një libër që të tërheq. Ke qenë e pranishme apo akoma deri tani në një nga këto pjesët e luajtur nga fëmijë apo akoma? Unë në njërin nga shkollat që isha këto, ditët e fundit përveç prezantimit të librit, nxora klase 6 ishin fëmijët, nxora në skenë, disa fëmijë sipas roleve, por gjithmonë me libra të hapur. Po, patjetër, si u ndjeve, si ishte? Era e parë. Edhe më pëlqeu jashmase, biles edhe e filmova atë pjesë. Më pëlqeu jashmase, dhe ja u thash, mos u ndruani se po e lexoni për herë të parë dhe po e luani për herë të parë. Mendoj që duke luajtur, fëmia mësohet pastaj që edhe zërin dhe mënyrën e të interpretuarit dhe lëvizjet do t'i bëj shumë të bukura. Do t'jen artist të vërtet duke luajtur. Po, edhe një familje me shumë fëmijë mund ta ketë dhe mund të ndajnë rolet. Po, duke u bërë dhe mami dhe babi. Po, një nga sa interesante për ta vënë në skenë. Shumë ide e bukur. Unë nuk kam dëgjuar për libër të kësaj natyre. Asnjë libër nuk është kam dëgjuar. Me teatr, dramatizime, skeçe për këtë moshë. Jo, për këtë moshë jo. Shumë e veçantë Lefteri. Ndërkohë pati sukses edhe në panajirin e kaluar si libër. Po, pati edhe sukses. U promovua tek shtëpia botuese Pegi, erdhën disa shkolla që u ndodhën atje në promovimin e librit, përveç kalimit të nxënësve të shkollave. Edhe kështu, njerëz të letërsisë, të artit, të kulturës, ma pëlqyen jo vetëm idenë, por edhe librin. Ke menduar ta prezantosh si nismë tek Ministria e Arsimit? Po, kam menduar, Zoti të më ndihmoj që të kem mundësi ta ketë atë fat ky libër. Dhe lutem që të bëjmë vlerësimin e dur, sepse është për të vlerësuar. Libri im si libër mund të shitet edhe pa shkuar aty, tek miratimi i Ministrisë së Arsimit, po është fat për fëmijët që të kenë një material të tillë dhe të mos vinë vërdall, në qoftë se e duam, sidomos ata që janë të klasave të 5-ta, 6-ta, mot të 7-ta, kur kanë detyra shtëpie, kur kanë aktivitete brenda klasës, të mos vinë vërdall ku t'i gjejmë. Por e ke të gatshëm. Është e gatshëm. Një libër i tillë, përveç se talentit edhe ti je shkrimtare për fëmijë që shkruan, libri i 10 ky.
pra e ke pasion këtë gjë dhe nuk është ideja vetëm përshqitur një libër dhe propozimi që ti bën qëndron sepse ti vjen edhe ke qenë vetë mësuese me eksperiencë të gjatë në arsim dhe ti e di se çfarë duhet edhe si mund t'i qasemi fëmijëve të arsimit 9 vjeçar. Tani ti ke ndërmend të shkruash përsëri? Ke diçka në dorë? Kam filluar. Unë sa mbaron njëri libër, filloj tjetrin. Po fillimisht e filloj kështu nga dal, sepse fillimisht meditoj që çfarë teme do kap, për kë do ta shkruaj, për cilën moshë, për cilën fash të moshave, të fëmijëve, sepse gjithmonë në librat e mi kam pasur këtë parim që të mos ngatërroj të vegjël e të mëdhenj, por të shkruaj sipas moshave. Dhe këtë radhë vendosa që të shkruaj për moshën e vogël fare, për ata parashkollorët e vegjël, pse jo deri edhe te klasa e parë. Pse e bëj këtë? Sepse shpesh dhe do ta titulloj Pralla. Të gjitha librat e tjera janë me një titull, edhe libri Kaprolli Mendje Lehtë që ka Pralla, por unë e kam titulluar Kaprolli Mendje Lehtë. Ai është me pralla të përshtatura. Për fëmijët e vegjël. Kurse këtë do ta titulloj Pralla për fëmijë të vegjël, që fëmijët dhe prindrit të mos kenë më dyshje ose të mos kenë problem se ku do ta gjej një libër që t'ia lexoj djalit ose vajzës kur shkoj për ta vënë në shtrat. Po, shumë bekim. Gjithmonë fëmijët thonë, hajde më lexoj një prallë, mami, hajde më lexoj një prallë. Edhe pikërisht për këtë fash, për këtë moshë dua të shkruaj. Dua të shkruaj dhe kam, thash, gati në përfundim të materialit. Pastaj gjithmonë unë kaloj në fazën tjetër që filloj pastroj, heq, shtoj, e mendoj ku mund të dilte më mirë kështu ose ku mund të dilte më mirë ndryshe. Por ama ju siguroj që deri në panajir do të dalë ai libër. Nga panajir ti vjen me një botim të ri, më pëlqen sepse siç e the, të gjithë librat tuaj Lefteri janë me kategori specifike. Për fëmijët vegjël, një libër është për 6-10 vjeç, një është për adoleshentët, një është për adoleshentet të rinj, një është për të rinj e për të rritur. Shumë interesante, shumë libër i bukur. Jam duke menduar, a kam lënë ndonjë pyetje të rëndësishme pa e prekur, pa ta bërë për këtë libër, se të doja të sjellja tamam në vëmendjen atyre që po na ndjekin edhe t'japim vëmendjen e merituar këtij libri shumë të bukur Lefteri. Unë do të thoja kështu. Kishe diçka për të shtuar? Mbasi të punohen, të lexohen dhe të punohen të gjitha skeçet, të gjitha teatrët, unë mendoj që secili nga personazhet do të jetë pjesë përbërëse e jetës së fëmijëve. Pse? Sepse duke e luajtur në skenë, shokët nuk do t'i thërresin vajzës, që do të luaj një rol që është atje ajo Thullëza dhe edhe Shqiponja. Shokët nuk do t'i thërresin me emrin e saj, por do t'i thërresin Thullëz ose Shqiponj. Pse? Sepse ato me njëra tjetrën motër Shqiponj ose motër Thullëz të jam mirënjohëse për ndihmën që më dhe gjithkush, në fund fare që është një mesazh shumë, gjithkush duhet të jetë mirënjohës për nderin që i bëhet. Do me thënë, edhe personazhe të tjera kuptohet ajo. Ose një vajzë që mund të jetë tekanjoze, që gjithmonë do të si Zana Grindavecia për shembull. Po, shumë interesante. Në këtë libër teatër dhe dramatizime, ka imagjinat brenda në ndonjë situatë? Po. Të them që në shumicën e këtyre është imagjinata ime që e kam sjell të shkruar në libra. Domethënë në shumë nga këto e kam krijuar që për të realizuar këtë personazh më duhet çfarë të fut këtë nëpërmjet imagjinatës sime që të jetë sa më bindës. Për shembull është një moment atje shumë i bukur tek ai tekanjozi që thash, tek ai e kam. Jo, e kam djalin në Kimet, kur përveç shqetësimeve që u sillte shokëve, shokët vendosin që t'i bëjnë një reng, t'i bëjnë një kurth aty. Dhe kurthi ishte ky që i bën, domethënë ishte imagjinata, që unë doja pikërisht si ta kuptonte më mirë që të bënte kthes ky djalë. Edhe shokët i thonë që shiko se Xhapilua do të vjeli rrushin këto ditë, se mos shkon tek Baçi aty edhe i vjedh rrush.
Po ju që duhet me Baçën e Gjakpilës? Ky me atë mendje madhësinë e tij. Dhe mbas dite, ky niset për te Baçja e Gjakpilës, por ata i kishin kur disur diçka. Çfarë? Kishin hapur një grop, i kishin vend disa dega, disa gjethe për sipër, atje ku do kalonte ai. Dhe ai serbes, duke hyrë, kaloi atje një të rënd brenda në grop. Dhe filloi ndim. Vjen Gjapilu, ata një thresin, edhe more, malukat, shkërkon këtu, more, i prap, more. Dhe në fund fare, kishtë thyer këmbën, djali. Dhe në fund fare, ai e kuptoi dhe u thot prindërve, të më falni, se unë ju kam shqetësuar të gjithve, edhe juve, edhe motrat, edhe shokët, edhe komshinjtë, do të kërkoj falje të gjithve, basi të më shërohet kjo këmbë. Do me thënë, e gjitha kjo ishte imagjinata ime, që doja ta vija përpara përgjegjësisë të ideal me ato tekat. Por në fund del gjithmonë me një mesazh shumë aktual. Del një mesazh shumë i bukur. Të vlefshëm për jetën. Sa e bukur është bota e fëmijëve, mike të ngushta e të tjera tema të këtij libri, ku mund ta gjejmë librin? Ku mund ta gjejnë ata që duan? Në fakt, po. Ta vënë në skenë. Në fakt, unë nuk e kam shpërndar shumë në për këto librarit, por ju rekomandoj në qendër, që të mos vinë vërdall, tek Libraria Golli, është prapa Partisë Socialiste, diku afër PTT-s, afër Bangës, është Libraria Golli, në qendër. Po, shumë e aksesueshme zona. Mund ta gjejnë shumë kollaj që u leverdis të gjithve. Po mjafton edhe të shkruajnë ty? Libraria e Pegit, po janë në disa, kështu po. Aty te Agolli e gjejnë shumë kollaj. Ose mund të më shkruaj, unë jam e gatshme, ku duan, sidomos kishave, sidomos sepse në për shkolla është që vështirë, është konflikt interesi dhe nuk çon dot libra. Kurse në për kisha, në qoftë se dua, u shkoj në një takim kishe, të më ftojnë, dhe mund t'ju çoj edhe fëmijëve librat. Sa Beki, mund të falenderoj, unë gjithmonë marr kënaqësi të dëgjoj ty edhe të kem në studio dhe këtë ta them nga zemra ime. Faleminderit për njeriu që je. Faleminderit. Zoti ka vendosur kaq shumë gjëra në ty dhe unë të uroj ty jetë të gjatë lefteri, që të kemi mundësi të kemi sërish në studio. Faleminderit e dashur. Edhe ti e frymëzim, edhe për mua, e për brezin ton të rinj, për mënyrën se si e shikon jetën, je aktive, shkruan, e don jetën, e don librin. Faleminderit. S'di çfarë të them më shumë. Faleminderit. Unë përveç asaj që shkruaj, dëshira ime është që të transmetoj mendimet e mia dhe porositë e mia edhe tek prindërit. Po. Që të jenë më të kujdesshëm për edukimin e fëmijëve. Prindër, ju lutem, mos u mposhni nga dashuria prindërore, por bëhuni prindër të dashur, të mirë, por dhe kërkues për fëmijët tuaj. Sepse kështu siguroni të ardhmen e tyre. Shumë faleminderit. Më bukur s'ka se ky mesazh përmbyllës. Faleminderit juve. Suksese Lefteri. Shumë faleminderit. Faleminderit. Libri nga autorja Lefteri Gjoshe, Teatër Dramatizime, është një ftesë e bukur që fëmijët të hyjnë në botën e imagjinatës, të shprehin talentin e tyre, e të mësojnë duke u argëtuar. Ju uroj miq të kaloni një fundjavë sa me të bekuar.